Si mund ta përdor Kina DeepSeek dhe inteligjencën artificiale për një epokë lufte? Giganti shtetëror i mbrojtjes i Kinës në Rinko në shkurt zbuloi një automjet ushtarak të aftë për të kryer në mënyrë autonome operacione mbështetëse ushtarake me 50 km/h. Ai fuqizohej nga DeepSeek, modeli i inteligjencës artificiale, e cila është krenaria e sektorit të teknologjisë së Kinës. Publikimi i Rinko P60 u cilësua nga zyrtarët e Partisë Komuniste në deklaratat për shtyp si një shembull i hershëm i mënyrës se si Pekini po përdor DeepSeek dhe inteligjencën artificiale për të kapur ritmin në garën e armatimit me Shtetet e Bashkuara. Në një kohë kur udhëheqësit e dy vendeve u kanë kërkuar ushtrive të tyre të përgatiten për konflikt. Një shqyrtim i Reuters i qindra punimeve kërkimore, patentave dhe të dhënave të prokurimit jep një pamje të përpjekjes sistematike të Pekinit për të shfrytzuar inteligjencën artificiale për avantazh ushtarak. Specifika se si funksionojnë sistemet që qëndrojnë pas armëve të gjeneratës së ardhshme të Kinës dhe shkalla në të cilën i ka vendosur ato janë sekrete shtetërore, por të dhënat e prokurimit dhe patentat ofrojnë të dhëna mbi përparimin e Pekinit drejt aftësive si njohja autonome e objektivave dhe mbështetja e vendimarrjes në kohë reale në fushën e betejës në një mënyrë që pasqyron përpjekjet e SBA-s. Ushtria çlirimtare e popullit PLA dhe bashkëpunëtorët e saj vazhdojnë të përdorin dhe të kërkojnë qipa Nvidia, duke përfshirë modelet nën kontrollet e eksporteve të SBA-s sipas dokumenteve, tenderëve dhe patentave. Reuters nuk mundi të përcaktojë nëse këto qipa u grumbulluan përpara se Washingtoni të vendoste kufizime, pasi dokumentet nuk japin detaje se kur është eksportuar pajisja e përdorur. Patentat e paraqitura deri në qershor tregojnë përdorimin e tyre nga institutet kërkimore të lidhura me ushtrinë. Sipas dokumenteve, Kina po shqyrton qen robot të mundsuar nga inteligjenca artificiale që vëzhgojnë në tufa dhe tufa dronësh që gjurmojnë në mënyrë autonome objektivat, si dhe qendra komande vizualisht zhytëse me simulime të avancuara të lojrave të luftës. Në nëntor të vitit 2024, ushtria çlirimtare e Kinës lëshoi një tender në stilin fantastiko-shkencor për qen robot të mundsuar nga inteligjenca artificiale, të cilët do të vëzhgonin së bashku kërcënime dhe do të eliminonin rreziqet shpërthyese. Reuters nuk mundi të identifikonte nëse tenderi ishte përmbushur. Kina më parë ka përdorur qen robot të armatosur nga prodhuesi i robotikës së inteligjencës artificiale Uni3 në stërvitjet ushtarake sipas imazheve të publikuara në mediat shtetërore. Dokumentet sugjerojnë se objektet ushtarake kineze po investojnë në teknologji gjithnjëhem autonome të fushës së betejës. Universiteti Beihang, i njohur për kërkimin e tij në aviacionin ushtarak, po përdor DeepSeek për të përmirësuar vendimarrjen e tufës së dronëve kur synon kërcënime të ulta, të ngadalta dhe të vogla, shkurtim ushtarak për dronë dhe avion të lehtë, sipas një patente të paraqitur këtë vit. Udhëheqësit kinez të mbrojtjes janë zotuar publikisht për të ruajtur kontrollin njerëzor mbi sistemet e armëve mes shqetësimit në rritje se një konflikt midis Pekinit dhe Washingtonit mund të çojë në vendosjen e pakontrolluar të municioneve të mundsuara nga inteligjenca artificiale. Ushtria amerikane, e cila po investon gjithashtu në inteligjencën artificiale, synon të vendosë mira dron autonom deri në fund të këtij viti, në atë që zyrtarët e quajnë një përpjekje për të kundërshtuar avantazhin numerik të Kinës në mjetet ajrore pa pilot.